Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le diçka hajrat për vetveten tënde. Qose ndalet fryma yte, mos të ndalen veprat e tua pas vdekjes tënde. Po nderuari vëlla dhe e dashura motër. Për arsye se pejgamberi jon sallallahu taala alaihi wasallam tha: kur të vdesë biri i Ademit i ndërpritën tana punë përveç tre gjanave. E para tha sadakaja rrjedhse, e dyta tha një evlad i hajrit i cili bën lutje për ta dhe një dituri të cilën e kalon të mirë. Të trijat janë hajrat të cilën ti e le për vetveten tënde. Nëse ke pas pasuri dhe Allahu të ka dalluar me pasuri, lë një hajrat. Nëse në xhami, nëse në një shkollë, nëse në një çerdhe, nëse në një spital, nëse në një qeshëm, nëse në një pjesë të oborit tan që e lën në shërbim të njerëzisë të cilën ato ta shfrytëzojnë. Për arsye se hajrati do të shoqëroje dhe njeriu habitet duke qëndruar në varr. Çka është kjo punë e cila i vjen nga sevapet, të cilët ai nuk i ka vepruar? Allahu subhanahu wa taala ja çon një mëjtëdhënës nga melaxhi dhe i thot: "Kjo janë vepra yte të cilën ti e ke bën në dunjë dhe ende është duke shkuar hajrati të cilën ti e ke lënë." Andaj, nëse don dhe ke pasuri, le hajrat dhe le të mira të cilat nëse ndërpritet frymarrja yte, do të shkojnë sevapet e tua edhe pas vdekjes tane. Nëse nuk je për të pasurve, po Allah të ka dhënë dituri, Allah të ka dhënë mirësi, andaj mundohu ta shpërndash këtë dituri. Për arsye se njeriu të ditur, Allahu subhanahu wa taala, edhe pas vdekjes së tij, dituria e dobishme janë sot. Ku lexojmë nga dietarët, sikurse Imam Ebu Hanifja, Imam Maliku, Imam Shafia, Imam Ahmed ibn Hanbeli dhe dietarë të tjerë të famshëm të botës islame, sot ne pas 1400 kusër viteve, të cilët lexojmë dhe shpjegojmë xhamatit, subhanallah, këtë hajrat atyre ju shkon. Dhe e treta, investo te familja yte. Le hajrat, duke i udhëzu familjen tënde, bashortën tënde, fëmijët e tu, nipat e tu, mbesat e tua në udhëzime të dobishme, për arsye se nëse ata bëhen të hajrit, nuk do të harrojnë ty në lutjen tënde. E kjo është ai investimi më i madh të cilin duhet ta bëjë besimtari, duke lënë diçka hajrat për vetveten e tij. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.